Shoqata Kombëtare Normalisti në kuadër të festimeve për 7 marsin me mbështetjen e Këshillit të Qarkut ka organizuar një takim me ish nxënës dhe mësues të shkollës normale që kanë kontribuar ndër vite për përhapjen e arsimit në trevat shqiptare. Në këtë takim jubilar u sollën kujtime dhe momente nga jeta dhe karriera e mësuesve të normales me emisionin e tyre fisnik për të përçuar dijen në trevat shqipfolse. Kryetari i shoqatës Normalisti Rudolf Deliana shpreh se Shkolla Normale e Elbasanit ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në përgatitjen e mësuesve dhe përhapjen e arsimit. Mund të themi me shumë të drejtë që Elbasani është ai që ka kontribuar më shumë se qytetet e tjera në zhvillimin dhe përparimin e arsimit shqiptar, sepse që normale ajo që nxorri mësuesët të cilët përhapën dijen nëpërmjet shkollave. Dhe puna normales nuk je e pakët, që gati 100 e ca vjeçare, kështu që pjesa më e madhe e mësuesve kanë dalë nga normalja. Pastaj kanë dalë dhe mësues nga shkollat tjera, po që të gjithë këta mësues që dilën nga shkollat tjera, u përgatitën nga mësuesit e tyre që ishin që të gjithë normalistë. Vlerësime për ish normalistët dhe shkollën normale kanë ardhur edhe nga kryetari i Këshillit të Qarkut, zoti Eugeni Saj. Veç kësaj ai u shpreh se shkolla normale duhet të marrë titullin e lartë nderi i kombit. Normale Elbasanit është shkolla e parë shqipe e arsimit të lartë, një shkollë që për gjithë këto vite ka kontribuar me plejada mësuesish në të gjithë trojet shqiptare. Vlen të theksohet që gjysma e studentëve të parë, e nxënësve të parë kësaj shkolle ishin nga Kosova dhe nga Çamëria. Ne ishim sot bashkë me shoqatën Normalisti ku si Këshilli i Qarku shpërndan dhe disa certifikata mirënjohje nga Këshilli i Qarkut pikërisht për punën, veprën e këtyre normalistëve gjatë gjithë këtyre viteve. I mbështetëm sigurisht dhe në propozimin që shoqata i ka bërë presidentit të Republikës që shkolla normale t'i jepet titulli nderi i kombit dhe unë mendoj nuk ka institucion në Shqipëri që është para shkollës normale, e meriton plotësisht dhe ne do ta mbështesim propozimin e tyre, si dhe muzeu i shkollës të kthehet në një muze kombëtar. Vlerësime për normalistët ka sjellë edhe drejtoresha e bibliotekës Drita Cankja. Të them të drejtën, u emocionova shumë nga kjo festë e mrekullueshme që u organizu sot, veçanërisht mu përsëritën ato kujtimet mrekullueshme të fëminisë, për arsye të një respekti të madh, një vlerësimi që u bë mësueses time të klasës parë, zonjën Servehe Asekio, që nuk jeton më. Jam mësuar që çdo 7 mars t'i çoj nga i buqet me lule, edhe sot ajo mori vlerësimin më të madh nga Qarku, nga kryetari i Qarkut, zoti Eugen Isaj. Gjithashtu, me qënë se mi për rastit flas, desha të respektoj në veçanti edhe nxënësën e parë të shkollës normale, që duhet respektu çdo vit kur festohet 7 marsi, me respekt dhe me krenari, sepse ka qenë ajo zonjë që theu tabun, që nuk duhet harruar, zonja Luiza Papajani. Në fund të takimit, Këshilli i Qarkut ka shpërndar certifikata mirënjohje për disa ish mësues dhe nxënës të kësaj shkolle.